Ish banori i Big Brother VIP Albania, DJ Gimbo, I ka dhënë fund rrugtimit të tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, pasi u eliminua gjatë spektaklit të Smartas. Ndryshe nga sa ndodh zakonisht me ish konkurrentët, të cilët qëndrojnë në Tiranë për intervistat e para pas daljes, Gimbo ka zgjedhur të largohet menjëherë drejt Prishtinës. Ky vendim I papritur ka nxitur menjëherë reagime dhe spekulime në rrjetet sociale. Brenda pak orësh, në platforma të ndryshme, nisën të qarkullojnë lajme të pakonfirmuara që pretendonin se ai ishte ndaluar nga autoritetet sapo kishte mbërritur në Kosovë. Madje, disa postime senzacionale shkonin edhe më tej, duke aluduar se ish banori ishte vendosur në mbajtje për 48 orë, një informacion që shkaktoi konfuzion dhe shqetësim te ndjekësit e tij. Por e vërteta rezulton krejt ndryshe. Burime të sigurta dhe prova konkrete kanë hedhur poshtë këto pretendime, duke konfirmuar se lajmet për ndalim ishin të pavërteta. I vetmi fakti sakt mbetet udhtimi I tij drejt Kosovës. Së fundmi, një fotografi e publikuar në rrjet ka qartësuar gjithçka. Gimbo shfaqet I qeshur dhe në gjendje shumë të mirë në shoqërinë e biznesmenit Rahim Pacolli.